Gaza ende po digjet dhe komunitetet palestineze po fshihen në mënyrë sistematike në bregun perëndimor të pushtuar. Si ka kuptim të flitet për një shtet palestinez? Kujt ose çfarë do t'i shërbente një shtet i tillë? Pyet Sen. Para këtij votimi, shumica dërmuese e vendeve në botë e kishin njohur tashmë shtetin e Palestinës. Ato që mungonin në këtë hartë njohjeje ishin kryesisht shtetet e veriut global. Përmes votimit të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, Franca, Portugalia, Mbretëria e Bashkuar, Malta, Belgjika, Kanadaja dhe Australia tani kanë sinjalizuar mbështetjen e tyre për shtetësinë palestineze, duke rreshtuar me shumicën globale. Por le të jemi të qartë, këto vende nuk kanë pretendime për qenë në pozita morale, shkruan profesori Sen. Duhet të kujtojmë se ato pritën 2 vjet gjenocidi Izraelit, i cili ka vrarë të paktën 65.000 palestinez përpara se të votonin në favor të një shteti palestinez. Ato ishin po aq të verbra ndaj së drejtës së palestinezëve për vetvendosje gjatë viteve të rrethimit ushtarak izraelit dhe egjiptian mbi Gazën para 7 tetorit 2023. Nuk bën asgjë për të frenuar lëvizjen gjithnjë më të zgjeruar të vendbanimeve të paligjshme në bregun perëndimor apo për rritjen e dhunës së kolonëve. Në fakt, ato nuk kanë bërë asgjë për të mbështetur të drejtën e palestinezëve për vetvendosje, që nga viti 1948